Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24 dhe për gjithë teleshikuesit e rregullt të emisionit tonë, jemi live për gjithë udhëtarët edhe në radio News 24. Ditën e sotme do të ndalojmë në një nga ato histori tipike shqiptare dhe jo vetëm. Do të flasim për marrëdhëniet e vajzave shqiptare me vëllezërit tanë në Kosovë, për mënyrën se si qasemi ndaj atyre, si kemi krijuar familjet tona, si kemi krijuar krushqit tonë dhe ndërkohë që duke qenë se janë vëllezërit tonë dhe jemi një kom në fakt, ka shumë vajza shqiptare, por edhe djemë shqiptar, të cilët vendosin të martohen me shtetas të Kosovës. Kështu do të ndalojmë ditën e sotme edhe në një rast që na vjen pikërisht nga qyteti i Beratit, por prej 2 vitesh 39 vjeçarja jeton në fakt në Durrës, ka pasur një martesë 15 vjeçare me një zotëri nga Prizreni. Kanë vendosur që pas 15 vitesh martesë ato të divorcohen, janë prindër të 3 fëmijëve, por na bën përshtypje diferenca e madhe e moshës midis zotërisë edhe 39 vjeçares që kemi të ftuar në këtë studio. Atëherë një vajzë tepër e re, një 24 vjeçare, u martua me një zotëri që ishte 67 vjeç. Sot zotëria është 82 vjeç dhe është babai dhe kujdestari ligjor dhe nuk e dim se në çrrethana të 3 fëmijëve ku më i vogli është 7 vjeç dhe më i madhi është 14 vjeç. Por më shumë, ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, 39 vjeçaren e kam në studio dhe ajo shoqëruar ditën e sotme nga një familjar i saj. Pse e them këtë? Do ta ndjekim rrëfimin e të dyve vetëm pas pak, se kemi të bëjmë jo vetëm me një zonjë që është invalide, do të flasi për gjendjen e saj shëndetësore, por kemi një 39 vjeçare që rreth viteve 90 ajo nuk ka shkuar kur në shkollë. Pra, kemi një analfabete dhe kjo është për të ardhur keq. Ndjekim materialin. Historia që do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur ka të bëjë me një grua 39 vjeçare, nënë e 3 fëmijëve, e cila prej vitesh ka qenë e dhunuar dhe e poshtëruar nga bashorti. Historinë e 39 vjeçares e ka bërtitur me të madhe për t'i ofruar asaj qoftë edhe ndihmën më të vogël një prej miqve të familjes së 39 vjeçares, i cili kontaktoi menjëherë me stafin e emisionit Me Zemër të Hapur, duke rrëfyer gjithë peripecitë dhe kalvarin e gjatë të vuajtjeve të 39 vjeçares. Ai rrëfeu për redaksin se 39 vjeçaria ka vuajtur jashtëzakonisht shumë prej ish-burrit, i cili ishte shumë vite më i madh se ajo në moshë, ndër të tjera. Ai tregon se 39 vjeçares ish bashorti i ka marrë edhe të 3 fëmijët. Ndiqni emisionin. Rikthehemi në transmetim të drejt për shëndetur pikërisht personazhin kryesor të emisionit Me Zemër të Hapur, zonjën Meli. Përshëndetje dashur, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe juve. Në krahun tënd është familjari juaj, përshëndetje zotëri, mirë se erdhët. Ju falenderoj të dyve që jeni prezent ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për të folur për një histori sa surreale, aq edhe e vërtet, sepse tregohet në vetën e parë nga ju, të paktën nga zonja Meli, e cila e ka në kurrizin e saj gjithçka që ka përjetuar që nga mosha 24 vjeçe dhe deri në këtë momente që ne flasim. Në panelin përballë meje dhe në krahun tuaj ndodhet Eralda Ndoi, avokatja jon. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta vis. Në krahun tënd Irena Shanaj, psikologja jon. Përshëndetje Iren, mirë se erdhët. Është një histori që besoj do të na bëjë të reflektojmë të gjithë. Themi 2025, nuk ka më ngjarje të tilla, nuk ka më martesa të tilla, nuk ka se si një 82 vjeçar të bëhet kujdestari i 3 fëmijëve, ku fëmia më i madh është 14 dhe fëmia më i vogël është 7 vjeç, ndërkohë që 82 vjeçari ka filluar jetën e tij duke bashkëtuar me një zonjë nga Asi, por të gjitha këto do t'i themi vetëm pas pak. Ajo që më bën më tepër përshtypje është që datëlindja e zonjës Meli është viti 1985 dhe teksa ajo rritej dhe duhet të shkonte në shkollë rreth viteve mbas viteve 90, rreth viteve 1991, 1992 ajo nuk vajti kurrë në shkollë dhe nuk di as të shkruaj dhe as të lexoj. Meli e shikoj vazhdimisht dhe sa keq më vjen që e ke fshehur portretin edhe këtë emër
do me thënë e kemi vendosur bashkarisht, jo të gjithë mund të njohin atë portretin tënd të mrekullueshëm. Në qoftë se do të kisha parë diku tjetër, do ishim takuar në rrethana të tjera, asnjëherë nuk do ta besoja se ti në atë trupin tënd mbart një histori të tmerrshme. Dhe këtë ta them me sinqeritet të plotë. Shumë faleminderit. Atë bukurinë tënde, atë pastërtinë tënde, atë sinqeritetin tënd që të lexohet në sy, më vjen keq që teleshikuesit nuk e shohin, por gjithsesi ky është vendimi jot. A mund të ma thuash pak pse vendose me kurriz përveç familjarit i cili të ka shoqëruar ditën e sotme dhe është personi që ka denoncuar rastin në redaksin tonë? Pse vendose të jesh me kurriz? Si? Pse vendose të jesh me kurriz? Mos të shfaqesh imazhin tënd? Jo, nuk mundem ashtu. Nuk mundesh për të ruajtur fëmijët tuaj apo para gjykimet? Jo, më shumë për fëmijët më shumë. Për të ruajtur fëmijët e tu. Kur i ke takuar fëmijët e tu? Për herë të fundit? Nuk e mbaj mend çfarë dati ka qenë. Si më mend pak ashtu. Për para një javë, 2 javësh, një muaj? Një javë ose 2 muaj. Para 20 ditësh të zotri, janë ndërhyr familjari. Nuk e mbaj mend. Nuk e mban mend. Po, se para i kam taku shpesh. I kam takur me 20 janari që ka pas ditë lindje, në vajza me 13 ka pas ditë lindje, ja kam, si tonë, i kam festu të dyve, se djalë i kam një shtator, edhe ka ko. Ti ke 3 fëmijë, 2 djem, i madhi 14 dhe i vogli 7, dhe vajza 11. Mirë, ajo që në ka bërë më tepër përshtypje është se si mundet që gjykata në Kosovë të vendosi një kujdestari të një burri 82 vjeç. Në fakt, ju keni 2 vite që jeni divorcuar dhe atëre bashkëjetuesi, babai i fëmijëve, ish burri jot ka qenë 80 vjeç. Do dalim aty, por të ndalojmë pak prej 2 vitesh, mbasi je rikthyer nga Prizreni, nga Kosova, ti ke shkuar në Durrës, aty ku ndodhet edhe pjesa tjetër e familjes tënde. Por ju me origjinë jeni nga Berati, apo jo? Dua të ndaloj pak këtu. Pse nuk e vajtur ti në shkollë? Ashtu kanë qenë kushtet në fillim. Kanë qenë vitet vështira? Kanë qenë vështira dhe, si thonë, isha dhe cik me vonesë në gjua më shumë, se nuk dija. Kaq. Pra, ke pasur probleme me të shprehurit edhe kjo të bënte dhe të pengonte që ti ta filloj si gjithë bashkëmoshatarët. Por, ndërkohë, sa fëmijë jeni? 5 motra. 5 motra, të gjitha vajza. E vogla je ti. Motrat më të mëdha besoj se kanë shkuar në shkollë, apo jo? Po. Ato kanë shkuar, vetëm ti nuk e shkuar në shkollë. Ja ke kërkuar ndonjëherë prindërve të shkoje? Normal, prindëve, normal më kam mundur e zemë për me qo, por nuk mund qa e zemë të dhja me lëdzu ose gjera që duhet. Janë mundur, normal. A i sa të mundet. Po, për shumë, për çështjen e parave, për mënyrën se si ti menaxhon parat, për mënyrën e të shprehurit, se unë shikoj shumë të artikuluar, besoj motrat më të mëdha edhe të kanë ndihmuar, apo jo? Por ti nuk e një dëftesë, nuk e shkuar ndonjëherë në shkollë, nuk ke pasur kuriozitet ndonjëherë? Kam pasur, jo, kam pasur qef shumë, po thoshe me vete pse mos të di unë. Binde i natë. Po që kanë qenë kushtet. A të ka penguar ndonjëherë tani që je nën e 3 fëmijëve dhe je 39 vjeç? Mos arsimimi yt. Përveç çështjes divorcit që do ta diskutojmë dhe atë. Jo, kur kam filluar zëm fëmijët që kam filluar zëm për shkolla gjëra, u mundosha edhe vetë aty. Pra, duke mësuar fëmijët, ke mësuar dhe vetë? Mundosha vetën, që gati të mësoja që duhet me përcu. Pra, në mënyrë autodidakte, apo jo? Pra, mësoje fëmijët, mësoje dhe vetën tënde. Po tjetë në afer normal. E vërtet, e vërtet. Mirë, do doja të dija, si ka qenë martesa jote me këtë zotëri? Në fillim kam qenë vetëm për vizita normal, ta fillim në 2000... Si e njërë? Jo, një sekundë, ta fillim në fillimi. Në 2007 unë kam qenë Tiranë, vetëm bëja vizitën e plagëve që ke pata unë, vija bëja vizitë. Në 2009 unë kam njofë një gocë, ka qenë në Dibra jo, bashkë me t'jemën. Kam jetu gati një javë, se nuk e dhja që e ka pas lidhje me te. Kam deri, kam granë, normal. Arrit e pëthaj, më tha mua, jo është njëri u mirë, ka kushtet mira, ka pasurit, është nuk kam neve për pasurit është. Unë po patë një jetë normale, probleme gjera nuk dua. Edhe në moment isha të mami. Kër më morin telefon, tha, hajde tha se ka ardhur. Pajta, normal si pëtera femrat. Pajta unë e pash, njëri kalap, i veshur mirë me kollare.
Të pëlqen, e shkoj dhe është me vetë, ta marrë, mës ta marrë, mendojësha. Mere, mundosh e zemë që të është mere, non-stop. Po jo me thashë në dalë, mund të ka, ko mund të prezë. Jo mere, sa më shpesë, e do shpejt. Arita pasaj pranova. Atëre, ndalojmë pak tu, se edhe kjo është, do më thonë, për çdo histori ne shkojmë në pikën zero, po nuk analizuam pikën zero, pastaj nuk mund të analizojmë dot edhe vazhdimsinë. Ti, teksa vije në Tiranë, se kishe problemet e tua shëndetësore, njohe këtë vajzë nga Dibra, e cila më parë kishte pasur lidhje me këtë zotëri? Po, ka pasur lidhje me të zonjën, po. Sa vjeçë ishte vajza nga Dibra? Vajzë sa ishte 18 vjeçare, po e jema. E jema, sa vjeçë ishte ajo zonjë? Nuk e mbaj mend. Mirë, mund të edhe bëjmë për llogaritje tona, ajo mund të ketë qenë në moshën që jeti sot, por nuk ka rëndësi e gjitha kjo, e rëndësishme është që ti atëherë ke qenë 24 vjeç, apo jo? Ti, përpara kësaj moshe, ose përpara kësaj njohje që tu propozua, nga ish bashkëtuesi e këtij, atëherë ai ka qenë diku 67 vjeç, në mos gaboj. 50. E po Ka qenë atëherë 22. E por atëherë i bie që ai nuk është 82, siç keni pretenduar ju. Ai sot është 75 vjeç, në qoftë se 75 diku. Aty afër është. Aty afër, po mirë, kjo diferenca është shumë e madhe nga 82 që ju keni pretenduar në 75, por gjithsesi ka qenë shumë i madh. Jo, është problem se është vllai i parë edhe i dyti. Ky është i dyti. E qartë. Edhe varet nga ditëlindja. Pra, në momentin që kjo zonjë nga Dibra ta propozoi, ti nuk e dije që ky zotëri ka pasur një marrëdhënie. Kur e zbulove? Unë e zbulova kur arrita pasi që u bëra lidhje me këta. Në fillim u soll bukur. Arrita vajta në Kosovë. Jo, nuk kam shtëpi. Edhe pas 3 thjesht nuk ka problem tash, nuk ka problemi. Arrita hyra në një shtëpi e 3 kace, shtëpi 2 kace, hapësirë e madhe, mirë ishte kështu. Edhe aty më la vetëm. Po? Se njeriu huaj, më la vetëm, vajti vend tjetër. Si vajti në vend tjetër? Vajti vend tjetër me një femër tjetër. Pra, ky zotëri kishte disa lidhje? Vinde me tjera. Pra, kishte edhe gratë të tjera në jetën e tij. Dhe kishte edhe shtëpi të tjera. Vinde me tjera, unë nuk... Do me thënë, ju njohot, të çojnë në shtëpinë e tij, normal. dhe hiku. Më la vetëm mua dhe rejtu se erdha, pres sot e pres nesër s'ka. E sa u vonua? A i ndenjë një natë, vetëm kam flejtë. Pasaj ka ardhur të nesmen, pasaj vajtëm blem gjera që duhet me ble, që normal. Arritë pasaj dyri filloj mirë ishë në marrëdhënie tamam, më futi në njerëz e vetë, është nusja ime, jo ande këteja. Pasaj arritë pasaj, kur ngella shtazane, filluan xhelozia. Xhelozia me kë? Me mua. Ai person me ty? Po. Arritë të celebroheshet ndonjëherë? Kur isha në muajin e 8 shtazanis, atëherë bëjmë celebrimin. Pra, u celebruat, u martuat. Por atë që bëri natën e parë me ty, që të lanë në shtëpi dhe vajti tek gratë e tjera, kishte edhe një grua tjetër, thua ti. Po. Ti, kur e kuptove dhe pse e pranove? Atë e kam diktu kur isha në vajzën e dytë. Në fëmijën e dytë e ke... Po. Po, largohej edhe herë të tjera kështu? Largohesh. Dhe si të thoshte, ku do shkonte? Jo, do iki me shokët. Do iki me shokët, po. Ti e pranoje këtë gjë që mos të vinte një natë, 2 net? Mos e kisha problemin, që sa nes u bëra me fëmijë dhe arrita pasaj me fëmijët e mi. Nuk e kisha mendin e zemë ku vete, ku zvetes. Po kur e zbulove që kjo mblesi, si të thuash, kjo zonja nga Dibra që ta propozoj, pas ka qenë edhe bashkëtuesi ati? Po, arrita vetëm kur e mori që isha me djalin në moment që e linda djalin, e mori na Durrësi, vajti me makinë, e mori na Durrësi, tha do ta marrim në shtëpi, tha se do vi, do bëj smeti djalit. Thash, unë nuk kam nevojë për ndihmë njerëzve, jam me zënjës vetës. Jo, tha, edhe arriti e mori atë kur erdhi, si thonë, në shumë pjesë, se i tha shumë, se të ka kafshu, kush ka kafshu këshu, i thash asaj zonjës. Jo, tha, jam vrarë. Aty e diktova. Edhe ikuaj ma bete, lash. Pasaj diktova të nesme në... Ajo jetoj për sa ditë që erdi Gjoja për ndihmën e djalit, jetoj aty me juve? Po. Pasaj kur... Po ti nuk e kuptoje kur këta të dy kishin një lloj raporti? Jo, afare. Iq. Pasaj kur lita vajzën, aty arrita.
e diktova, lash telefonin në përgjim, se ma bleu vetë telefonin, që atyre unë s'kisha telefon normal, të flisja me familjen time, e kam lënë telefonin në pjesën e dollapit. Të tëra të dhana të fjalë që flisin të dy, vetëm mos të marri vesh të goca, ju anë të i thoshtë ajo. Unë s'kisha ku pasaj që erdha e mora pasaj telefoni, kam të gjotë të tëra, jam mërzit. Edhe sa gratë të tjera kishte, përveç shteje? Përveç shteje, dhe sa gratë të tjera kishte? Unë jam e 25. Sa? Unë jam e 25, si femër. Je e sigurt? Po. Pra, zonja që është nga Hasi, që bashketon tani është e 26? Po. Je e sigurt? Unë jam e sigurt shumë. Shiko, unë e di që gjithë kjo histori ndo shkaktoj reagime. Ndoshta edhe gjatë kohë, sepse ti fatkeqësisht je me kurrizë dhe nuk i shikon gjitha, dhe fati jonë është që ne shikojmë çdo lëvizje në studio. Kishte reagime në studio? Po ku e kam thënë edhe burrit tim, i kam thënë unë jam 25 si femër, që ka marrë në Kosovë. Po. Që ka ardhur, që kanë jetuar. Po, kanë jetuar. Sa ka qenë lidhja më e shkurtër e tij dhe sa ka qenë lidhja më e gjatë? Me gruan e parë që ka pasur mirë në marrëdhënie, pastaj kanë filluar me grindje. Sa vite ka qëndruar me gruan e parë? Nuk e kam idenë, vetëm... Po fëmijë, sa ka fëmijë nga gjithë këto marrëdhënie që ka pasur? Vetëm 2 çuna dhe gocë. Ka 2 djemë dhe 1 vajzë. Edhe 3 fëmijët që ka me ty, me asnjë partnere tjetër, me asnjë grua tjetër, nuk ka lindur fëmijë. Shiko, unë nuk e di se çfarë mund të ndjesh ti si grua, kur i ke mësuar të gjitha këto dhe nga kush i ke mësuar. Fakti që ke dëgjuar telefonatat e ti, po? Nuk i kam mësuar as njëri, po e kam mësuar vetës. I kam vëzhgu. E kam diktur vetë. Arrita pasaj që mori njerëzit në Meqera, ishte dhe njëra në një shtet e huj, është shqiptare, edhe me atë filloj fjalë që nuk falen, nuk duhet të them fare këto. Edhe i thashëm, pse arsye pranon ti tash me këto veprime që bën ti? Jo, s'ke punë, atëre filloj më shumë pra, ti kur ke zbuluar komplet jetën e ti të shumë fisht, ke filluar të reagosh si çdo grua dhe është normale. Edhe sa lidhje të tjera kur ti ishe bashortja e ti, ky zotëri kishte? Çfarë ke zbuluar ti? Unë kam zbuluar ato që ishin brenda. Kush ishin brenda? Ato që brenda në shtëpi? Vinte në shtëpi. Është një shoqja ime, jo andi këte, ajo... Ti sillte në shtëpi? Po. Të ndryshme, apo? Lloj. Po ti thua që largohej gjoja me shokët, por ndërkohë shkonte tek zonja të tjera. Vinte na Durrësi, vinte na Dibra, vinte na Gjakova, vinte na ato që janë të Prizrenit. Vini në shtëpinë tënde, po ky shkonte në shtëpitë e tyre? Po. Sa është shifra e këtyre zonjave? Dhe si mund ta pranonin? Edhe ato ishin viktima si ty, apo ato e dinin që kishin një... Ato ishin me burrat e veta. Ishin me burrat e tyre? Të gjitha këto zonjat ishin të martuara? Normal. Nuk arrit ta besoj këtë që. Edhe kur ka prur 2 persona, më thanë mua janë shokët e mi, unë tash nuk e kam lokal tu. A ka mundësi mund dalin jashtë? Po. Se unë jam femër, kam fëmijë. Po. Jam e re. Po. Ti s'ke punë, të tha, jepi kafe, që jam, po pse s'jam mundë, thash. Edhe i kam hapu derin, a ka mundësi me dalë jashtë. Për çfarë i sillte këta burra në shtëpi? I bindin vetëm të pinin, të hanin, unë t'i rria gatitur. E qartë. Dhe kjo jetë... Se s'do t'a përmend emrat. Dhe kjo jetë ishte pa durueshme dhe është e kuptueshme pse. Ishe ti që e mori iniciativën për të divorcuar? Aja, kur filluan pasaj ato marrëdhënie të raje, tortura, nëse fëmijëve, po, me drua, me ekure, që ka pas, unë nuk beze, nuk e dja ku i binde shteti policisë, me thënë që ta ankohesha, po jo, e mbaja vetë vetës, vetë më shumë për fëmijët. Arrita pasaj durova, unë nuk i ka vetë. A i ma beri vetë valigjën gati, e tha dëvim të mamaja, më vojta të mamaja bashkë me kalamajt e mi, kura i mori fëmijët. Arriti i mori vetë. Pra, edhe pse ke duruar gjithë të gjëra, a i ta bëri vetë valigjën gati, dhe a fund kësaj marrëdhënie shumë toksike, dhe unë nuk e di se si ke duruar. Edhe mundësi dhe familjen time si dhe shumë keqë.
Nuk si dhe shta me njëri. E qartë. Nuk është familja ime kafsh. Qartë. Do ndaloj edhe tek familja jote, por të bëjmë edhe ne të gjithë një frymarrje se është shumë absurde kjo çfarë po ndodh në 2025-ën. Është një nga historitë, jo se nuk kemi pas historitë të tilla më parë, kemi pasur, por shifrat janë ndoshta nga shifrat më skandaloze që ne po trajtojmë në studion e emisionit Me zemër të hapur. Publicitet, rikthehemi një herë në studio. Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me zemër të hapur. Edhe për gjatë kësaj hapësire publicitare kemi diskutuar shumë, ka shumë elemente të cilat tregohen dhe disa elemente të cilat nuk tregohen në transmetim të drejt për drejt. I mbetet 39 vjeçare zonjës Meli për t'i treguar në transmetim gjërat ndoshta më kryesore se mund të rrim emisione të tëra për treguar të gjitha vuajtjet e 15 viteve e dashur dhe thash edhe një herë sinqeriteti, mirësia që ti rrezaton do doja ta kishin parë të gjithë teleshikuesit, por ju keni vendosur së bashku me familjarin tuaj me zotrin dhe ne respektojmë gjithë shka për hir të atyre fëmijëve, të cilët edhe pse ndodhen në prizëren, mund të identifikoheshin pikërisht nga nëna e tyre. Megjithatë, valixhen gati dhe largimin dhe divorcin e përgatiti zotria. Me sa duket, ti kishe dëruar këtë dhunë barbare, edhe pse je me shumë operacione, të cilat ndoshta u bën shkak shëndeti jot edhe për t'u njohur me këtë zotri që ta rekomandoj zonja nga Dibra. E pafalshme për një zonjë që ka pasur atëherë moshën tënde që ke sot, që kishte vetë një vajzë 18 vjeçe, që e dinte se kush ishte sakrifica e një problemi shëndetësor të tillë, të mori dhe të çojë në kthetrat e një njeriu që me sa duket ka qenë vuajtja më e madhe e jotja. Më thej që familjarët e ti ishe prezentuar, nuk e di se si të trajtonin, si trajtonin ata. Me njerëz të vetë ishin shumë njerëz të mirë. I tregoje problemet që kishe me të, që të sillte gratë të tjera? Nuk i tregoje. Nuk i tregoje, mirë. Atëherë, ndalojmë tek familja jote. A ka qenë dakord familja jote në momentin e parë për këtë zotëri, se ishte edhe pak më i madh se ty? Familja ime nuk donin fare. Se kanë parë, ka thënë jo. Unë i thash po, e kundra. Thash mbase do bëj jetë normale, po jeta ime më shkoj skëter. Po kur u ktheve me valixhen që zotria të kishte bërë gati edhe me fëmijët, çfarë tha familja? Aty janë prerë. Mami thash me vetë më mbra, jo të më largosh me valixhen. E të më largosh në fëmijët, se kisha djalin e vogël me gji normal. Djali i vogël ishte me gji akoma. Ndalojmë pak këtu. Ky zotri, duke ditur dhe duke përfituar që ti ishe një analfabete që nuk di as sot të shkruash edhe të lexosh, ka shkuar përballë një notereje dhe ti ke firmosur diçka që më pas, edhe pse ai është 75 vjeç sot, ai se ti e di 82, por gjatë rrugës ju thatë që mund të jetë diku ke 75, por do kemi mundësi ta pyesim edhe vetë zotrin. Si ka mundësi që gjykata ja la fëmijët atij në kujdestari? Dhe pse kujdeset zonja nga Hasi për fëmijët e tu dhe jo ti si nën? Ai mund si tha avokati, tha ti s'ke kushtet, janë dhe këteja, po mirë thashëm për kushtet, edhe mund të përgjigjen edhe juve, thash. Aty pak ka shumë i kam tregu dhe jo, tha s'keti, tha jo, ti e shqiptare, tha ne jemi Kosovarë, ne mbrojmë Kosovën, të bitë drejtën tonë. Kërkon zotria të ndërhy pak, po zotri, po. Ai zotëria ishë burri kësajte, ka marrë një autorizim me një firmë të kësajt, avokati normalisht, edhe i ka dhënë të drejtën atyre që ta vazhdojnë të bëjnë gjyqin ato, do më thënë pa pranin e kësajte. Edhe kur është bojë gjyqi, kjo nuk ka qenë fare. E kanë bo ato... Po pse e dha këtë firmë? Arsyeja se si ka qenë këtë unë... Pra, çfarë i propozuam? Pse duhet të firmoste? Dhe në që mënyrë ka firmosur një njëri që nuk di shkrim e këndim? Që ta bëjnë gjasme janë nda me mirë kuptim edhe që ta zhvillojnë gjyqin pa pranin e kësajte, ta bëjnë gjyqin vetë. Dhe kur e zbulove ju këtë fakt? Kjo është zbulu para 2-3 muajsh, mase i thash avokatit që du vendimin e gjykatës në telefon, më tha mu nuk e kam tha unë vendimin e gjykatës. I thash unë, ju, gjësa e një avokat, e keni dosjen e klientit aty,
Edhe po mos ta keni, thash, ti një vendim, shkon e merr në gjykat, sepse ti e merr si avokat, nuk e marr dot unë. Pra kushërira juaj e afërmja familjarja asnjëherë nuk e di. Nuk ka qenë në gjyq. Nuk ka qenë, edhe nuk e dite kjo, unë ju futa kësaj pune mas e mrapa, edhe mas e më ka marrë vendimin gati, si thash, ma bëj vendimin gati. Pra duke i sigur ajo ja kalon me mirë kuptim edhe divorcin, edhe fëmijët zotris, pa ishte mbi 70 vjeç. Si ka mundësi? Si ka arsyetuar gjykata e Prizrenit këtë gjë? Tani, ato në bas autorizimit që i kanë marrë kësaj që ka drejt, do më thonë të zhvillin gjyqin avokatit bashkë me ishë bashkëtorët e kësaj, edhe aty ka ngjitur. Mase ka marrë vendimin e gjykatës nga avokati atje, atëherë kemi shku, kemi hap një padi civile. Pra, keni ngritur ju një padi për të kundërshtuar këtë gjë, po? Për të kundërshtuar vendimin e gjykatës që është marrë, sepse vendimi gjykatës, do më thonë kësaj nuk e ka dhënë asnjë lloj të drejtë, fëmijët ja ka lanë atij zotëris, edhe për takimin e fëmijëve gjesa ka të drejtë të takoj, sipas dokumentit që është i shkruar atje, ka drejtë të takoj një herë në muaj te qendra sociale, në një kohë që ne kërkoheshim për shembull që fëmijët kohën e pushimeve ti marri 4-5 ditë, një javë. Po pse një herë në muaj? Dhe pse në një qendër sociale? Sa ajo është nëna, mund dalin në një park, mund shëtisin. Te pikërisht, kjo nuk e ka ditë për shembull edhe... Dhe sa po i keni zbuluar ju këtë gjë? Sa po e zbuluam, ju futëm pak me vonesë kësaj pune, nese. Shiko, më falë që të ndërpresë. Arritën atë të qendrës, ka të drejtë nëna t'i nxjerrë jashtë. Edhe buri tha, jo, tha, këtu në qendrë. Unë kula kemi thash, unë kam të drejtë ndihme, thash. Kur thot ai që nuk lejohet me, ketë drejtë mi marrë fëmijë shëtiti edhe i bjen pranë në shtëpi. Absolutisht. Po ka afate ligjore dhe kundërshtimi. Ju jeni brenda afateve ligjore? Brenda afatit, sepse kishte 3 vjetë me sa u interesova, kishte 3 vjetë afati ligjor, avokatja duhet ta di më mirë. Kishte 3 vjetë afati ligjor, kështu që ishim brenda 3 vjetëve që të arrisha që të bosha padin civile që bëna, edhe padin civile që bëm, nuk deshin të pranoshim. Sepse shkova 2 ditë rresht në zyrat e Prizrenit, në zyrën e informacionit, edhe ju them, duhem bëjmë një padi civile të kundërshtojmë vendimin e gjykatës të parë. Po, këtë e bëri një avokat në Prizren? Na e bëni një avokat, nuk du të përmend kush ishte, edhe na e bëni avokati, edhe po pishte ajo zonja të zyrat e informacionit, jo kush e ka bo, për çfarë si ka thash kush e ka bo. Ne, për avokat, shikojmë që do bëjmë. Shiko, ju ka dhënë shpresë avokati? Jo, e avokat nuk futet. Nuk do futet. Vetëm thjesht ju përpiloj... Sepse kur e mori vesh historinë totalisht qartë nga kjo kushëria ime, tha nuk futet mo, tha ma te, tha aji i kam thënë derë time mos kel mo, si mas fjallive të atit. Pra, ky avokat që ju ka përpiluar atë që ju kundërstoni në gjykatën e Prizrenit, sa po i thatë emrin e ishë burit të Melit, me sa duket është një person që... Sepse i thash edhe unë personalisht. I thash, si nuk të vje zor, i thash një avokat, ku e shikon një iri që është parsim, zdia si gjë për gjoje, shkone i merë një autorizim, thash, edhe të bëhet gjyqi në kohë që ai një shtëpi 3 kaçe, një shtëpi tjetër ka 2 kaçe, të paktën një dhomë, sa për të takuar kalamajt me neti natë apo 2 net, ta marrësh një gru, 3 me te, bësh 3 kalamaj, në fund ta lesh, ta nxjerrësh rrugëve, një person... E thënë kështu po, por faji është edhe i Melit që në momentin që është rrahur, është dhunuar, fizikisht, është tradhtuar, është përbuzur, është injoruar, duhet... Nuk ka ditur ku është policia, nuk ka ditur asnjë gjë në event huj. Ka bërë nga mungesa e informacionit, të pafundësisht. Mungesa e informacionit, po se po, edhe pa një përkraje, sepse babai ka vdekur ka vite, ka një nant sëmur, një motër e ka pa vesh ka fare, është me dializë. Edhe ajo me 4 operacione në tru? Kjo me 4 operacione, me gjysmë veshke, edhe kjo që gjysmë në veshke ka 16 gur brenda. Edhe kjo është e dëmtuar, si veshke. E qartë. është një, se janë shumë gjëra sot mes, në qofë se nuk ke një përkraje, dikushit i biri për mrapës, nuk ke, s'ke, dhe më thonë, edhe përfundimisht me zor kemi bojnë pati civile, sepse në shikoshin të huaj. Ne është shqiptare jemi, por që arrishin që jo s'ka sistem, sot s'ka sistem nesër. Përfundimisht nuk të pranoshin me i boj një denancim, një procedur. Me gjitha të, do doja ta pyesja Melin. Meli, ne do bëjmë gati që ta dëgjojmë edhe zërin e
këtij zotërie për ta pyetur edhe për mënyrën se si ti i takon ata fëmijë, se është absurde. Jo vetëm që ky zotëri nuk i takonte për shkak të moshës, ose nuk ka pse bashkëtuesi ati të kujdeset për fëmijët e tu, por të paktën edhe takimet të mos bëhen në formën që ti i bën. Se ne gjatë hapësirave publicitare para se të ndërhynim dhe të hynim edhe live, pam në fakt edhe disa episode qoftë edhe ti si nën kur i çon atë tortën për mënyrën se si ti bullizohesh edhe nga partnerja e tjere, zonja nga Hasi. Me falni edhe një ndërhyrje tjetër. Ma bëni pa gati zotrin ju lutem, po? Edhe një ndërhyrje tjetër dhe shatë bëj. Ai ka marrë kalamajt, për shembull, ka ikë në Turqi para disa vitesh. Pa firmën time. Ta mbaroj. Pa firmën e kësajt, pa dëshirën e kësajt. Edhe i ka kërku para disa kohësh për të firmos kjo për të bërë pasaportat e fëmijëve. Sepse do t'i marrë kalamajt t'ikin në Zvicër. Po t'ikin në Zvicër ai me kalamajt, kjo s'ka për t'i pa dhe kalamajt me sy fare mo. Edhe kjo nuk pranoj. Edhe shumë mirë ka bërë që s'ka nuk pranoj që të... Vitës ato të qendrës sociali ka thonë kësaj që firmos ti edhe... Shiko, dua për fëmijët e mdhenjë të zotërisë, më thej që ka bje telefonin. Presim pak qaste. Të shpresojmë që dikush nga përgjigjet nga ana tjetër. Po? Alo, me zotin Ymer flas? Po? Zotin Ymer, unë jam Evis Ameti, drejtuesja e emisionit me zemër të hapur në televizionin News 24 në Shqipëri. Ju kërkoj ndjesë për shqetësimin, por ditën e sotme, në studio, kam zonjën Meli, nënën e 3 fëmijëve të tu, të cilët ti ke në kujdestari. Na ka treguar gjithë shka në lidhje për mënyrën se si ti e njohur me këtë 39 vjeçare. U largua. E kuptove tash? U largua. Duket. E qartë. Situata është e qartë. Në gjithësësi, unë eftoj krye redaktore në emisionit me zemër të hapur, Anila Akmataj, të ketë një bisedë private për ta kuptuar zotëria pak më mirë dhe në qoftë se do të pranoj, të dëgjojmë edhe zërin e Merri tij. me veshta? Nuk e apajmë. Merri me veshta, se si e tha kur e mbylli? Duhet ta, edhe unë nuk e kuptova qartë. Nuk e apajmë. Hajse merri me vesh, po... Sa është problem? Hajtë se merri me vesh, sikur nuk dikon mirë. Shiko, ne jemi mësuar në punën tonë, ka shumë vjeçare, që gjënde përballë një fakti, por që kur ne nuk i telefonojmë se s'kemi mundësi për gjetur ndonjë kontakt të tyre, na thonë pse s'u dëgjua zëri. Të paktën ne jemi transparent dhe e ftojmë zotrin që zëri i këtij zotërie të dëgjohet. Pra, të kundërshtoj, të mohoj ose të pohoj ato që ju keni thënë. Ai për shembull përfiton nga që i ka gjetë këtë për shembull pa mbështetjen e se babai ka vdek, pa një vlla, domethënë edhe kështu i ka gjetë kështu dhe hajt se e qartë. Mirë, unë do doja të kaloja tek Eralda dhe më pas tek Irena, që është psikologja jonë, dhe fillimisht të filloj me avokaten. Atëherë, Eralda. Faleminderit. Evis, unë sinqerisht kam shumë për të thënë. Po. Sepse Melit janë mohuar totalisht të gjitha drejtat. Ka shumë të drejta, që unë do t'ja them tani, që nuk i ka përfituar fare. Do me thënë, zotria i ka mohuar totalisht të drejtat. Kanë bërë divorcin me marrëveshje. Kanë bërë një marrëveshje që zonja thotë nuk di se çfarë kam nënshkruar ke marrëveshja, kanë rënë dakord që fëmijët... Marrëveshja është një fakt cilën zonja nuk e ka ditur, është vënë përballë një fakti. Thjesht ka firmosur, por ka firmosur diçka që fëmijët do t'i lihen për rritje dhe edukim babait të tyre 3 fëmijët, dhe zonja do t'i takoj 2 herë në muaj, të shtunën e parë dhe të tretë të çdo muajit, pa të drejtë fjetje, vetëm me të drejtë takimi me orare. Jo 1 herë në muaj. 2 herë në muaj, të shtunën e parë dhe të shtunën e tretë të çdo muaj. Po. Pa të drejtë fjetje, vetëm me të drejtë takimi në zyrën e përmbarimit, në zyrën sociale. Po, sepse... Se ka dhënë një shpjegim besoj gjykata. Gjykata ka dhënë shumë pak shpjegim në fakt, sepse shpjegimi ka qenë në marrëveshje. Sepse këtu kemi vetëm legjitimim marrëveshje, nuk kemi proces të mirë qenë divorci, por kërkesë për legjitimim marrëveshje. Supozoj që këto kanë rënë bashkë në marrëveshje me njëri tjetrin. Pra, zonja ka firmosur në një fletë të bardhë, ja ta pyes pak. Po. Meli, ti ke firmosur në një fletë të bardhë? Apo nuk e lexuar atë? Ajo ka qenë fletë e bardhë, jo... Fletë e bardhë, të lexoj noterja se çfarë... Jo, s'kishte, as shkrima, as shumë me të shkruajtur, as sanit. Po si të thanë, firmos këtu për çfarë? Jo, që ti bëjmë gjëra shumë. Më falë, Eralda. Këtë e ka bërë avokati, e ka bërë avokati autorizimin,
Autorizimin avokati. Po avokati s'ka se është bërë, avokati mund ta shkruaj, por kjo bëhet ke noterit. Paktën në ligjin shqiptar kështu është. Bëhet ke noteri, nënshkruhet nga të dy palët ke noteri dhe avokati bën kërkesën gjykat për miratim marrëveshje. Po unë mund bëni përshtypje, domethënë te noteri, zonjë me sa e kam pa është ajo noteria. Atje kjo ka vendos vetëm një firmë për shembull. Është një firmë me sa e kam pa. Le ta thot vetë Meli ishte fletë e bardhë, ta lexua, nuk e mban. E mbaj mend shumë mirë, unë ajo ka qenë fletë e bardhë, nuk ka pas atë shkruajtur as sam. Po çfarë të propozuan? Hajde dhe firmos për çfarë? Ai më tha mua do firmos, po për çfarë arsye do firmos, për çfarë thash? Për çfarë kërkesë është tash? Ai tregoi kështu ma beti, jo s'bën punë shtëpie, jo ande këtej, po mirë më thash. Hajde shtëpi dhe shikojeni tash. Kush bën punë të shtëpisë tash? Jo, tha, unë të ndajmë, ngulli kemt. Të ndajmë, okej, të shumë. Po ndash. Të bëri dhe valigjën gati. Po pse do firmosje? Ose pse firmosje më mirë? Le ta bëjmë pyetje. Pse firmosje ti? Aty rash pishment, kër e holla firma. Nuk e ka ditë fare. Nuk dija. Kur ti vajte në Shqipëri tek mami me fëmijët e tu dhe the e vdekur unë? Jo, fëmijët i mbajti ai. Për shkak se ishte më mirë ekonomikisht, se ka shkruar gjykata. Jo, dakor, duhet kuptojmë fëmijët pse i la, mirë firmosi, mirë i bëri valigjën gati, po si mund të largohesh ti nga shtëpia kështu, në këtë lloj forme? I thashëm për çfarë më largon, për çfarë thash. Se çfarë ishte muhabeti vetëm pasaporta që ishte në emrin e babait tim. E thash mund ta ndryshojmë tash me emrin ton, tash se jemi me cilibrim. Po. Ai nguli kem, ja po ta bëj pasaportën ta dhe do ikësh piktuj tha. Po. Pse thash? Se jam e vetmuar, jam vetëm. Po. Kam një familje thash. Me falë se koha na e nxjerr që të se më duhet flasit e avokatja. Po, me falë, se gjatë kohës na vinë edhe ato mendimet. Se unë nuk e kuptoj për shembull se fëmin e parë e ka të regjistruar në Prizren, djalin e madh. 2 fëmijë të tjerë e ka pas bërë pasaportizimin Kukës, i ka të regjistruar në Kukës. Domethënë në certifikatën e kësaj sot në Albania, kur do me marrë certifikat familjare, ekzistojnë vetëm 2 fëmijët e dytë. I pari nuk ekziston fare në certifikatën familjare. Ja ta sqaroj avokatja, Eralda. Du të sqaroj si fillim pra në mënyrë kronologjike atë që thash. Domethënë kanë bërë marrëveshjen e ka legjitimuar gjykata. Është vendosur që fëmijët të lihen për rritje dhe edukim babait, duke qenë se babai kishte pasuri dhe nëna nuk kishte mundësi që t'i mbante. Mirë po, në rastin konkret, edhe në vendim thuhet, pavarësisht se unë marrëveshjen nuk e kam, por kam legjitimimin e marrëveshjes në vendimin e gjykatës, zonja ka pas në rastin konkret gëzon mbrojtje ligjore dhe pse zonja nuk është në dieni, që zotëria i detyrohet duke qenë se zonja është e pa aftë në mënyrë shëndetësore, është invalide, pra se shikojt disa raporte mjekoligjore këtu, zotëria i detyrohet 2 gjëra zonja e vis. Ligjërisht, zonja përfiton edhe sot po t'i kërkoje, përfiton 2 gjëra, përfiton detyrim për ushqim, sepse ligji parashikon që kur kemi detyrimin për ushqim deri në 6 edhe pas zgjidhjes martesës, zotëria duke qenë se ka pasuri, ka shtëpi, ka pasuri, i detyrohet zonjës që është e pafë, sepse është e pafë për punë zonja, i detyrohet deri në 6 vjet, po këtë mund t'ja kërkoj në gjykatë. Patjetër që e kërkon, mund ta kishte kërkuar së bashku me këtë kërkesën, avokati që kishte bërë dhe kërkesë për ndryshim vendimi, mund të kishte kërkuar dhe këto të dy të tjerat. Në këtë ndryshimin e vendimit, në këtë kundërshtimin që unë kryeta? Jo kundërshtim, zonja Evis, ka bërë një kërkesë për ndryshim vendimi, se ka kaluar afati ligjor 15 ditë, por ka bërë një kërkesë për ndryshim vendimi për fëmijët. Në këtë ndryshim vendimi që thotë, e keni përcaktuar që ai ju detyrohet edhe ju? Jo, Evis, unë shoh që nuk ka asnjë drejt zonja, domethënë nuk i është kërkuar absolutisht asnjë drejt që ja jep ligji. Dhe zotëria po mund të bëj një rikërkesë tjetër. Mund të bëj edhe brenda kësaj, domethënë mund ta kishte përfshirë dhe kontributin. Mund ta shtojmë në këtë moment? Mund ta shtojmë patjetër që po. Edhe kontributin kompensues, zotërit lutem më jo, vetëm këtë pjesën e avokatit desha me. Edhe kontributin kompensues, sepse zotëria duke qenë se është mirë ekonomikisht dhe zonja është e pafë për punë, do të jetë edhe një kontribut kompensues në para për t'i kompensuar sadopak ndryshimet ekonomike që ka psuar zonja, domethënë, sepse ka qenë në një jetë më të mirë ekonomike dhe duke qenë se tani është e pafë për punë për shkak të divorcit dhe kërkesën e ka bërë zotëria është si kërkues, i detyrohet detyrim për ushqim deri në 6 vite, nëse zonja nuk martohet deri në 6 vite nga zgjidhja e martesës, ai ka detyrim për ushqim çdo muaj, sepse ish bashortja është e pafë për punë, po i detyrohet dhe kontribut kompensues, që du t'ja japi me para, vlerësot me para në dorë dhe kjo e merr parasysh gjykata duke u ndalur në 3 kushte kryesore, ku merret parasysh gjendja shëndetësore, gjendja ekonomike dhe predispozita se sa mundësi ka zonja për të punuar. Kjo përfshihet në kodin e familjes në Kosovë, se në Shqipëri nuk... Edhe në Shqipëri? Në Shqipëri patjetër që po. Po,
në Shqipëri patjetër që po. Që mund të kompensosh në qoftë se ketë mira materiale? Kontribut kompensues patjetër që po, por edhe detyrim për ushqim. Të dyja zonja i përfiton sepse unë shikoj këtu një akt që thotë është e pafë për punë dhe nuk mund bëja se dhe një lloj pune. Ai zotëri detyrohet deri në 6 vite që të ta mbaj dhe me kontribut të jap dhe kontributin kompensues në para dhe detyrim për ushqim deri në 6 vite. Qartë. E ka quajtur shumë të lehtë, por në fakt zonja nuk i ka ditë të drejtat e vet, asnjë avokat nuk ja pas ka thënë. Po pra, se atë ka bërë përshtypje. Dhe kërkesën e shoh shumë të thatë vis, edhe kërkesën për ndryshim vendimi 2 fjalë dhe nuk është. Eralda, kjo më bën përshtypje. Ti gjatë gjithë kohës tham, ke 4 operacione, ke 4 tika në trupin tënd dhe përshkruaj ti familjarit se si është gjendja jote shëndetësore, ti merr një kemp prej 2 vitesh që je divorcuar, gjatë kohës në 15 vite martesë në Kosovë, në Prizren. Ti ke marrë kemp? Ke dalë si e pa aftë për punë? Je trajtuar? Jo, gjithsa e troqe... Pension invaliditeti ke marrë? Gjithsa kam qenë të babaj, po. Jo, flasë në Prizren. Si, Eralda? Kempi ka filluar që 2007. Jo, ta shpjegojmë këtë. I pari 2007, thotë. Ja, shumë shkurt se duhet dalë publicitetin e dytë. Kur ka qenë e martuar në Prizren, kjo ka pas kempin në Berat, por në atë kohë këto kanë qenë me pashaportizim në Kukës, nuk kanë qenë me pashaportizim Prizren. Qartë. Edhe e ka pas marrë kempin vitin e parë. Mas një viti ja ka heqë, ja ka nërprej kempin, e i pa di gjo kjo. Ja ka nërprej zotria pa ditur. Vitin e parë, ko e bëra për në Kokës, unë nuk mora pension. Arrita pasaj që për gjithën të tjerë të të shona, pak të një atë pensioni ku është, njësa yra. Jo, ta nuk ka, edhe arrita nuk mora. Pra, edhe të ka të mohuar të drejtën e pensionit të invaliditetit. Nuk e ka quar gjdo vit e vis, sepse ka pas me rinovim gjdo vit, por nuk ka shkuar zone që të rinovoj dhe i ka filluar prap tani 2024 dhe 2025. Tani është rifilluar dhe këtë nuk e diskutojmë ne. Çështja është që në 15 vite ky zotëri nuk e ka dhënë informacionin dhe ka penguar të marrë edhe pensionin e invaliditetit. Sepse ajo mund të kishte në ato 15 vite lekun e saj, nevojat e saj mund t'i plotësonte, ose në qoftë se do kishte të mira materiale të ardhura tek bashorti, mund t'i vinte në dispozicion, mund t'i mbyllte ato lek dhe ndërkohë mund t'i përdorte sot që është në një gjendje jo fort të mirë. Si shëndetësore ashtu edhe monetare. Publiciteti i dytë dhe rikthehemi një herë në studio. Alo, përshëndetje, zoti Ymer, përshëndetje. Përshëndetje. Jam e Visa Meti, drejtuesja e emisionit Me Zemër të Hapur në televizionin News 24, ju prezantova dhe pak më përpara, dhe po flasim për nënën e 3 fëmijëve të tu të cilët i ken kujdestari. Doja të dëgjoja pak edhe versionin tënd. Unë s'kam problem me zemër, unë jam rregull. Shiko, Me Zemër të Hapur titullohet emisioni. Unë e di që jeni shumë mirë nga ana e zemrës dhe më vjen mirë për këtë gjë, se mosha juaj për të rritur 3 fëmijët që e keme ish gruan. Lejse i lypju në ato dokumenta me, për të më kam nevoj i lypju vetë. Jo, nuk po flasim për çështje dokumentash, ne po flasim edhe për jetën e mbylli. E mbylli sepse nuk po arrin do komunikimin. Jo, nuk e dim tani fajtor, pa fajtor, ne po japim mundësinë në disa forma që ai të shprehet në këtë studio për të kuptuar diçka më tepër. Unë besoj se din gjitha detyrimet e veta Evis. Ai di gjitha detyrimet e veta i din shumë mirë, thjesht nuk dën, domethënë që t'ju qëndroj detyrimeve, sepse ligji ato e detyron jashtëzakonisht shumë për zonin, se janë 15 vite Evis, janë 3 fëmijë. Po si mund ta xhbëjmë këtë situatë pra? Po mund ta xhbëjmë situatën me kërkesë patjetër duhet i drejtohet gjykatës me patjetër, për sa i përket edhe ndryshimit takimeve me fëmijët. Kjo është nëna. Kjo do t'i ketë fëmijët me qëndrim. Po, shiko, dakord, por... Edhe për banes du t'i jepte një banes, me qënë sa i pretendon që ka dhe banes, a kështu dhe një banes du t'kishe marrë një dhomë kjo që mos t'i hiqe e drejta dhe për fëmijët, pra t'i kishe dhe me fjetje. Pra, t'kishe të drejt edhe prone... Edhe për banim, pa tjetër që po, t'kishe të drejt edhe banimit një dhomë, pa tjetër që po, t'i mbante edhe fëmijët edhe t'i mbante tek banimi tek dhoma, pa tjetër që po. E parë shikon kodi familjes, edhe drejtën e banimit. Një i madh është i regjistruar në Prizren, 2 fëmijët e tjerë janë të regjistruar në Kukës. Si do t'ja bëjmë? Dy fëmijët e tjerë janë të regjistruar në Kukës? I pari është regjistruar në Prizren. 2 të tjerët? 2 të tjerët e ka pasbo pasaportizimin Kukës. Po nuk ka rëndësi Evis, ato janë fëmijët. Po përsa i përket një padije që ky zotëri i ka mohuar të drejtën e marrjes së kempit.
Ja ka mohuar këtë gjë. Unë e kuptoj, Eviz, sa i përket mohimit të marrjes kempit, thjesht zonja nuk ka qenë ndjeni, sepse këtë të drejtë ja jep dhe ja heq institucioni dhe jo zotëria. Thjesht nuk e ka lënë, që kjo nuk ka njoftë as ti drejtë të vetëm. Pra që nuk e ka lënë. Kjo pengesë, tani në çfarë forme të është bërë pengesa? Formën djetë, aji nuk i ka ra për mrapa, kjo se din edhe... Jo, dale. Sepse kjo ka qenë, e ka filluar jetën bashkëtorë duke qenë, a i ka qenë ndjeni që kjo ka qenë kemp. Edhe një vit, sa do ishim të ndarë me kështu, edhe një vit që më mbylli telefonin, që të mash numra, e të bjesh telefonin, që të flisja me fëmit, a i më mbyllte, gati një vit vajtën. Një vit pa folur me fëmijët? Me fëmit, në fillim. Në fillim. Deri sa kam mbaruar procesin? Për muhabetin e lekëve, 4.000 euro, me 4.000 euro në cataja. Si 4.000 euro për çfarë? Të ka dhënë 4.000 euro? Vetëm sa të haja ushqime gjera. 400 i ka dhënë. 400 si e bjeni. Si 400 në muaj? Jo, i ka dhënë fillimisht, i ka dhënë 2 herë fillimisht. Edhe ma kujtojti, më tha, ma kam që lekë. Po të shumë më këtë që, të shumë duar një I stre. dilë shumë një detyrimet e veta, si kompensimin. Dhe a i sa po ka dalë vendimi i gjykatës? A i bën saktikisht në herë rrallë, po ligjërisht a i nuk e ka fut këtu që ta Jo, në fillim a i ka bërë se nuk e dinte se çfarë vendimi do merrte gjykata. Po, dhe i ka bërë disa pagesa që dhe po t'i kërkonte, por unë prandaj them që a i din të gjitha detyrimet. I ka paraprirë. A të bëj një pyetje, ish grua së parë që ka edhe 3 fëmijët që ti më the. I paguan detyrime asaj zonje? Ti e takuar ndonjëherë me atë zonë? Jo, ata janë në Zvicër. I ke takuar ndonjëherë? Në fëmijët e këtë, jo, asnjëherë. Po ish zonjën e ti? Jo. Di gjë në qoftë se i paguan diçka atyre? Nuk e di, gjithsa ka qenë fillimi, mas e le ka pagu. E qartë. Gjitha ka qëtë në historia e zonjës, se realisht ka një sfond familjar, social, ekonomik të jetë vështirë. Dhe më thënë është një nga ato rëfimet, shokuese, tronditse, për ne vetë që jemi në studio, po besoj për gjithë opinionin publik, sepse realisht kemi një mbivendosje problematikash në mënyrë të lahtarshme. Ma më vjen shumë keq për gjithë atë kalvarin e vuajtjeve dhe të peripecive që ka hequr zonja, dhe më vjen mirë që e shikoj kaq solare, kaq të njerëzishme dhe kaq të artikuluar në dhimbjet e saj, dhe për stoicizmin, për forcën që ka treguar, për para tiranisë së të shoqit, për para forcës së pushtetit, forcës së fuqisë financiare që ai ka dashur të tregoj, pra avantazhit të tij ekonomik për para zonjës, e ka gjetur të pa informuar, e ka gjetur të pa arsimuar, e ka gjetur plotësisht të pa fuqi, të pa ndihmuar, të pa mbështetur nga rrethi familjar dhe më gjerë, dhe zonja sigurisht i cilësoj edhe vetë, pra vjen nga një histori sëmundje kronike, realisht në rrethana shumë të vështira, unë të përgëzoj për punën që ti ke bërë si nën dhe si grua, dhe uroj që ata fëmijë të bashkohen me ty sa më shpejt, dhe Zoti ju ndihmoft dhe drejtësia, shpresoj që të vihet në vend, dhe ti të shijosh ata fëmijë, dhe ti edukosh mirë, si që kam përshtypjen që dhe besimin që mund të bësh. Vërtet, divorci është traume madhe për gjithë familjen, por, okej, do doja të ndalesha pak tek fëmijët. Ata janë meraku im edhe i gjithkujt, pra meraku ynë parsor, sepse viktimat e vërteta të një divorci prindëror janë vetë fëmijët e tyre. Dhe në këtë rast, nuk e di, është marrë në mënyrë shumë të shëmtuar, në mënyrë jo humane, kujdestaria e fëmijëve të tu të mitur, dhe më vjen keq për këtë gjë, sepse nuk ka konvent në këtë botë, nuk ka deklaratë të drejtave të njerëzit që të privojnë nënën nga kontakti me fëmijët. Është gjëja më të njerëzore që mund t'i bësh një nënë. Për këta më vjen shumë keq, jemi shumë të keq ardhura, realisht. Dhe nuk di, do më thënë si, çfarë ka prevaluar aty, si kjo gjykate ka dhënë këtë vendim kujdestarie. A po mbrohet këtu interesi më i lartë i fëmijës? Ne atë kemi merak, ne psikologët, ne avokatët, ne duam së pari këta fëmijë të ndjenë të mbrojtur, të sigurt, të paqët, të mos çedojnë në zhvillimin e tyre, sepse këta fëmijë po marrin për kujdesje fizike dhe ekonomike, sepse nuk e di për pjesën tjetër emocionale dhe në terma të tjerë, po marrin nga një i moshuar praktikisht, nga një baba i vetëm, do më thënë nuk mjafton prania e tij fizike dhe nuk mjafton
fuqia e tij financiare për të rritur dhe mirë rritur këta fëmijë. Të ndërpres pak, do ndërpresim pak se jemi tek fëmijët. Patjetër. Ty të vjen keq dhe po e komenton këtë gjë, por çështja është edhe në një këndvështrim tjetër që gjatë hapësirave publicitare apo përpara transmetimit zonja edhe e tha, por unë dua ta prekim pak për publikun se do të ndihmojnë shumë edhe në komentin tënd. Më thej që fëmijët i ke parë shpesh herë dhe me shenja dhune. Çfarë ka ndodhur? Kush i dhunon fëmijët e tu? Kur vajta me 13, Po? ishte ma bëti për ato filmosje normal. Po? Më pruvi vetëm 2 fëmit. Djalin më asë, thashëm, kua djali, ta shkoj kua është? I vogli apo i madhi? I madhi, i madhi. I madhi, po? Jo nuk vjen, jo ande këte. I thanë ata të qendrë shko mere. Po. Edhe bajtja a i s'kishe vajtë normal. Asaj mora djalin telefonu që e mora shumë në messenger, e pyeta ku je, jam shpita, papi s'ka ardhur ta. Po. Pse nuk erdha ma? Babi më tha më që ti tha më sajde. Po. Të qoj vetëm 2 vegjit. Mirë, thashë, okej, thashë. Po të pak të në këvi javës tjetë, thashë, do vish aty të kush mamin, thashë. Unë për juve vi, thashë. Nuk vi fare për baban të ndë, thashë. Do luftoj aj sa të mundë, thashë. Dhe zvarte e, thashë, për juve. Sa të afroj. Edhe kajtë, pasaj kur arriti pasaj më beti por firmën, jo ande jo këte, jam tha më do edhe shfirmosi për bërë pashaporta. Të lutem, i ke parë shenja fëmijëve se nuk ma tregove këtë gjë. Djali nuk ishte ardhur dhe si vërteton ti shenjat që kishte. Të tregoj gjë djali në lidhje me dhunën? Ma betin e dhunës për të voglin, i vogli më tregoj. I vogli? Po, i vogli më tregoj, mamë tha babin ka kështi. Edhe zhvesha në momentin, ku shko shenja. Dhe ti mendon se edhe i madhi prandaj ishte i dhunuar, prandaj serdi? Jo. Apo atia kishte mohuar të drejtën për të ardhur? I madhi nuk erdi, i madhi ishte në regull. Po i vogli më tregoj ma. Pra, në momentin brënda qëndrës, po mirë, a i thej dikujt nga qëndra shikoje se si është fëmija? Ja tregova, i thash, një thash, edhe zhvesha. Djali kështë tup në atë moment, i thash, una zhvishu, thash, una. U zhvesh, në të pjesë komplet dhe pjesën e shpinës prapa, dhe kush e kishte qëlluar, partnerja apo babaj? Babaj. Por dhe ajo thua ti, sa herë shkoni për takuar fëmijët, përdor një fjalor skandaloz në lidhja. Përmues, poshtrues, Shiko, kur ka ndodhur ky episod? Herën e fundit? Vazhdimisht. Vazhdimisht. Pra, vazhdimisht që ti shkon, djali është me shenja. Jo. Pra, fëmijët po jetojnë në një dhunë sistematike. Pra, lutem, shenjat e djalit kur ka ndodhur? Kjo ka ndodhur një herë tash në fund, po... Se ju kapeni me fjalorin e zonjës që ndodh vazhdimisht, mua më duhet shenjat e djalit. Po, të pikërisht. Shenjat e djalit ka pas të ratë, ta kjo kur takoj të qenë ka qenë edhe me 13. Me 13 mujtë para që ishte. Po, para 20 ditësh, mirë. Po, me 13 në vajtë bëra kalcimin, polici direkt. Ja, ta mbaroj pak Elena të lutem. Është sinjal alarmi e vistë, më thënë, absolutisht duhet bëhet kërkesë të hiqet kujdestaria në moment si mundet. Ky është, nuk ka, do më thënë, është exakt determinante, është përcaktuese, nuk mundet i besohet kujdestaria. Dhe deklarimi, unë nuk e di se a do deklarojnë edhe zonjat e kësaj qëndre. Është duke gjymtuar, patjetër. është duke gjymtuar shëndetin fizik, shëndetin psikologjik, shëndetin emocional të këtij fëmije. Do më thënë, unë nuk pres që ky prind të kujdeset se çfarë ecurie ka ky fëmijë në shkollë, nuk pres që të di se me cilët shok apo shoqë frekuentohet në shkollë, nuk pres që ky prind të përkujdeset për ndjeshmërinë e këtij fëmije, pra si ndjehet ky fëmijë që nuk e ka nënën pranë, që ka nevojë për atë përqafimin e nënës, për atë prekjen fizike, për atë ledhatimin, për të fjeturin bashkë me nënën, për të kaluar disa momente, me çdo drejt mund të të heqë ty, mund të të heqë ty aksesin tek fëmijët, që ti të kalosh pak kohë cilësore me ta, të luash me ta, të ndërveprosh me ta. Do me thënë, kjo është plotësisht njerëzore. është plotësisht njerëzore dhe është plotësisht gjymtuese. I stopon zhvillimi fëmijës, ne rrezikojmë shumë. Do me thënë, gjykata duhet ketë parasysh që te këta fëmijë, te këta 3 fëmijë të mitur, neve gjymtojmë, pra absolutisht ndikojmë në dëmtime të zhvillimit, që do të thotë regres, fëmija kthehet pas në kohë, vepron si më i vogël, se që është realisht në mosh. Në agresion, fëmija do atë model prindërimi merë, pra fëmija shikon agresion, do prodhoj agresion, do ta bëj dhe vetë, do dhunoj. Dhe një nivel të jashtëzakonisht shumë të lartë, përjetime shumë të larta ankthi.
si për fëmijën që e pëson, edhe fëmijët e tjerë që e shikojnë, sepse janë të pasigurt, jetojnë në një ambient kaotik, janë në një mjedis që janë të rrezikuar të kërcënuar nga momenti në moment. Nuk kanë askënd që të dalë në mbrojtje. Nuk kanë nënën e tyre që mund të japë përkujdesjen emocionale, vëmendjen emocionale, që është figura e parë që atashohet fëmia, që i jep besimin themelor që i duhet një marrëdhënieje. E vise dhe kam dhe një fakt që du ta them. Gjykata e Kosovës ka bërë një gjykim të divorcit pa marrë një psikolog. Që në rastin konkret duhet merri patjetër, dhe pse ishte miratim marrëveshje, duhet caktoj patjetër e parashikon ligjin një psikolog për të vlerësuar se me këtë duhet qëndrojnë ku është interesi më i lartë i fëmijëve. Dhe fëmia që ka qenë mbi moshën 10 vjeç duhet ishte pyetur nga psikologu. Ktu është marrë një vendim pa psikolog, është shkel procedura totalisht. E thotë dokumenti aty? Nuk ka psikolog e vis. është miratuar, po e thot, pa tjetër, këtu nuk kemi psikolog fare. Po, jep një arsyetim pse pa psikolog? Absolutisht, thot vetëm miratojmë marrëveshjen, kanë rënë dakord. Por ligji parashikon edhe kur bëhet me marrëveshje, duhet pa tjetër, kur ka fëmijë nga mosha 0 deri në 18 vjeç, duhet caktuar një psikolog. Pra janë ignoruar plotësisht nevojat psikologjike dhe interesi më i lartë i fëmijës nuk është marrë fare parasysh. Është një dokument null, do më thënë është komplet i pa vlerë. Detyra e kësaj zonje 39 vjeçe dhe familjarit të saj, kush është sipas këndvështrimeve tuaja, të bëhemi bashkë në këtë studio avokate, psikolog, siç ka ndodhur në 25 vite transmetimi, dhe t'i japim një orientim sa më të saktë juridikisht. Fatkeqësisht, sepse avokatët tanë nuk mund ta përfaqësojnë dot zonjën në Kosovë dhe në gjykatën e Kosovës, por gjithsesi, a kemi bashkëpunime? Realisht, ti vetë personalisht mundesh, ke kolegë në Kosovë që mundet... Kemi bashkëpunime vis, po gjëja e parë që i duhet bërë kësaj zoni është një kërkesë pa dije rregullt duke kërkuar të gjitha drejtat që i parashikon ligji. Dhe sa i përket fëmijëve, dhe sa i përket detyrimit për ushqim, dhe sa i përket kontributit kompensues. Të gjitha këto mund të arrestojmë ne, patjetër që po mund dhe zonja në Kosovë. Po patjetër që po ti depozitoj vetë në gjykatë si fillim, ta marr kërkesë padin bashkë me provat bashkëlidhur, ta depozitoj vetë në gjykatë dhe pastaj të pajtohet me një avokat në marrëveshje duke edhe ne duke ndihmuar, që ta mbrojë në Kosovë pastaj. Por që i duhen kërkuar evi sepse unë shoh një kërkesë këtu që me dy fjalë është një kërkesë ndryshim vendimi. Po ndryshimin e vendimit duhet disa fakte dhe prova, arsyetim. Si mund të drejtohesh gjykatës me dy fjalë? Në këto fakte dhe prova mund të fusim edhe dhunën që zonja pretendon? Po, dhe dhunën që ka konstatuar zonja duhet ta kërkojë që ta mbajë me proces verbal zyra, e ka mbajtur me proces verbal dhunën? Jo. Qendra e ka mbajtur proces verbal, ja ke kërkuar. Si ka vepruar kjo qendër? Se keni zhveshur djalin, keni parë shenja, çfarë keni bërë? Nuk reagon asnjë. Ti bëre foto djalit? Unë i bëra në momenti dhe në momentin më jam fshira, kupton, se i mbaja. Kam pasur edhe fotot e mia, kur bë rasti që unë i kam fytyrën me gjak normal. Tortura më e madhe ka qenë një kurt. E ke atë telefon se rikuperohen nuk e kam. Fotot? Jo. Mund t'i rikuperojmë? Nuk e ke telefonin fare? Jo, nuk e kam, atë mund se du ta ketë edhe policia. Disa bëri foto. Policia e Prizrenit? Po, rasti që ndodhi. Pra, në momentin që ti e dhunuar, pas ke shkuar në polici? Po, i kam begati në momentin që ndodhi rasti. Se i moran telefon. Dhe nuk u mor masë ndaj këtij zotrie? Dhe vendosi ai pastaj të bënte valizhen gati ty? Jo, por vajta unë, kur vajta kjo rasti... Ka qenë mbrapa kjo, masë e kjo ka qenë mbrapa. Vajta i moran telefon, ka qenë ora 10 e darkës. Edhe i thash unë nesër në mëngjes, tash unë mi bje fëmin lokal. Për me taku. Edhe prit orën, prit s'ka, thash hajte. E mora pram telefon, thash ku je, jam Gjakov. Ishën gjera gënjeshta. Vajta të shpjej i rash derës, që ishte koha vapës, ishte koha e gushtit. Bje derës, banë bëna ndaj këteja, pa buk edhe pa gjumë isha në momentit. Edhe u ktheva prap lokal, prap shkova. Edhe më morën telefon, tha jemi të shpjeja. Unë e di që du besh kurth. Do ndodhë të a i ma beti. Unë e bëra policion gati, i thashun, qa të ndodhë, i thashun përgjigju në vetë tash. Asë morën asë për si për zgjë. Edhe ndodhi kjo rasti pasaj raje, torture, gati... Pra, ti kur vajte në shtëpi, ritrokit edhe një herë, çfarë të ndodhi? Pasaj hyra... Pse të gjuaj ti? Jo, një sekund. Hyra në derë... Jo e vetëm, bashkë edhe zonja. Jo, da një sekund. Piva një gotuj, se u thava në momentin, takova fëmit, unë ndjeva, si nën. Krash fëmive, hyni brenda më në bëk. Edhe aty në moment du merë të policia. Unë e mora telefonit se i këtë vogël, një ta edhuru. Nuk e nëvoj me thëri polician, se i kam begati unë. Pasaj filloj grushti, unë asë e preka me dorë. I thoshtë asaj zonjës, merja telefon, që unë se kisha fare telefonin, se unë e kisha paracitë në polici, direkt. Kjo ka ndodhur 2 vite para. Po.
Pra, ti thua që policia i ka të gjitha këto provat, kështu që avukati jotë mund të shkoj shumë mirë në polici edhe mund të kërkoj të gjitha këto provat. Me një kërkes policisë dhe policia vendos direkt në dispozicion. Më duhet ta mbyllë? Jo, vetëm një mint. E thash unë, për qarë se më shtje, thash. Ju më keni sharë, thash unë. Ti e mësoja atë se nuk di edhe ajo, thash unë. Pa jo pse të godiste? Sa ko pasi i keti nga shtëpia ndodhi ky? Bas 2 vjetës. 2-3 vitës. Edhe torturë e madhe, bam. Ore, thash, mere armën, thash, se ke armën lartë, edhe ka armën, nuk i lijohet fare armatit. I thash, mere armën e të më vritesh. Një zhjith e ketash. Unë për vetën time nuk ta falë, thash. Edhe vdes nesë, thash, nuk i arroj, thash. E qartë, e qartë. Se kur u martova, thash, me ty, më futi kokën me shalve, gati me mbyt. Hiku kjo. Janë gjera që nuk... Shiko, kjo tolerimi që hiku kjo, u bë kjo, nuk duhet. I kam lidhë tëra. E qartë, Meli. Po ka se gjithë pasojë. E të heshtur, të gjithë dhimbjen edhe gjithë dhunën. Gjithsesi, orientimin të dyja specialistët tona ja u dhanë, mund t'i mërni me shënim, mund kërkoni edhe bashkëpunimin ton përsa i përket një avokatit të mirë në Kosovë, që të paktën të mos kompromentohet, të mos shqitet dosja juaj të askush tjetër. Ky zotri nuk mund tjeti forti i prizrenit dhe në qoftë se ju e keni parë fëmijën me shenja mund të deklarojnë edhe ato zonjat e qendrës, është bërë gabim shumë i madh, në ato momente duhet të ishte thirrur policia. Ajo më tha, ma nuk e kemi për detyrë. E thash unë, a keni për detyrë? Jo, është gabim. E gjitha kjo është gabim. Edhe rasti që i takova fëmijën në moment që i pruj 2, më thamë, ose i dhe firmë, ose kështu. E në moment e shtitha, i tash unë, e së të shoqa, thash, se kella vetëm. A i më kapit në 2 pjesët e gishtave, gati mi më thë. Ata të qandrës hapën dritaret, edhe panë qa veprime bënda i person. Qartë. Edhe nuk i Pra, ishin të pranishëm aty. Pra, të jesh e pranishëm në këto tortura dhe mos ndërhysh, pastaj është e pa precedent. Ato kanë për detyrë që të bëjnë edhe kontrole të vazhdueshme edhe afër banesës, zonja Evis, ku e di që jo më nuk e kanë për detyrë që të konstatojnë duke e parë rastin konkret. Duhet të çojnë në këmbë të gjitha strukturat shtetërore, Evis, njësia e mbrojtjes fëmijëve e para. Mirë, kemi hedhur hapin e parë sot. Njësia e mbrojtjes fëmijëve, shërbimi social shtetëror, avokati i popullit duhet drejtuar, duhet të jepet zë drejtat, sepse janë mohuar totalisht gjitha drejtat që ti ke përvojuar. Dhe janë fëmijë që po dhunohen. Patjetër, që janë fëmijët. Dhe të lutem edhe diçka që ka merak, Evis, që nuk e cilësuam. Ajo që ka merak për gjatë një procesi divorci kaq konfliktual dhe që ndodhë rëndom, po e bisedoja pak edhe me avokaten, është pikërisht një fenomen që është masivizuar shumë thjesht nuk emërtohet si duhet, alienimi prindëror. Pra, neve ndodhë të dëgjojmë që një prindi që merr kujdestarin, çfarë bën? Deformon figurën tjetër prindërore, deformon figurën e nënës. Çfarë je duke bërë në këtë rast? Je duke gjymtuar psikologjinë e fëmijës tanë të vogël. Sepse ti duke baltosur nënën që të lindi dhe të rriti këta pasardhës të tut në gjithë këto vite, pra kjo nënë që ndonjë e pa gjumë, që bëri kaq sakrifica, që shndroi pranë teje, edhe pse e dhunuar sistematikisht, edhe pse e përbaltur, edhe pse e përbuzur, kjo është nëna që ti po baltos dhe kjo është nëna që ti po e zhvesh nga identiteti i nënës dhe i gruas përpara fëmijëve të tu dhe jetë duke gjymtuar zotria duhet kuptoj dhe prindër të tjerë në qoftë se nevojat e fëmijëve, domethënë interesi më i lartë i fëmijës. Prindrit në takim me fëmijët, atëherë po i bën dëm fëmijës ashtu është, po i bën. Ju falenderoj të dyjave për prezencën në këtë studio, falenderoj zotrin Meli. Unë e di dhe do të thoja në atë frazën time të zakonshme që të qikosh ke kamera për balë, por fatkeqësisht nuk është pas kurrizit tënd, por fëmijët këtë emision do ta shikojnë në YouTube. Të paktën jam e sigurt djali i madh, por edhe ai zotria. A i ke ti një mesazh për fëmijët e tu, çfarë do t'i thojë ti atyre? Te fëmijët e mi normal unë dua vetëm të jem në krah e tyre. Edhe vetëm si tonë edhe një strej që t'jem bashkë me kellamet e mi. Ne të urojmë një vendim të drejtë dhe një bashkim sa më të shpejtë. Dhe këtë do ta vendosi vetëm gjykata. Unë falenderoj Meli që ishe ftuar në këtë studio, falenderoj dhe gjithë ata që na kanë ndjekur në transmetimin tonë të drejtë për drejtë. Mos harroni të na shkruani në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram, na gjeni emisionin Me Zemër të Hapur. Kjo është faqja në fakt e YouTube-it. Dhe ndërkohë në rrjetet tona sociale, sa regjia ta bëj gati, faqja jon e Facebook-ut automatikisht kalohet edhe në faqen tonë të Instagramit, jepni mendimin për opinionin tuaj në lidhje me temën e ditës, por njëkohësisht ju na gjeni
edhe në përmjet kontakteve të tjera, numrin tonë të celularit dhe atë fix, mund të na shkruani në të gjitha platformat, në WhatsApp, Viber, Messenger, të gjithë ju që nuk jeni përdorues i rrjeteve tona sociale, mund të vini fizikisht pranë zyrave tona, mund të dërgoni letrat tuaja në adresën Lagja Alidemi, ish uzina autotraktorëve në zonën e Shkozës pranë banesave sociale. Ndërkohë emisionin e plot e gjeni pas pak të hedhur në kanalin ton zyrtar në YouTube, kjo është faqja jonë zyrtare, klikoni tek emisioni ditës, por dhe tek emisionet tona ndër vite. Bashkë ndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditën e vijim. Deri atëherë miru takofshim.